Qeko, ekspert seniori menaxhimit dhe leadershipit. Mirë se erdhët, zoti Qeko. Mirë se gjejmë edhe përshëndes shikuesit e TV Dokazhinit. Faleminderit shumë. Do të flasim prapë edhe për turizmin, por tani do të fokusohemi tek kultura. Kultura e Kosovës për të zhvilluar turizëm. E dim tashmë që potenciali nuk mungon, kemi vende shumë të bukura në Kosovë ku mund të zhvillohet turizmi, por sa mund të themi që me zhvillimin e turizmit, po zhvillohet edhe kultura në vendin tonë për të bërë turizëm. Të them sinqerisht, tek ne përpara quhet turizmi dhe hoteleria. Tashmë nuk përdoret termi hoteleria, por mikpritja. Në gjuhën angleze i thonë hospitality, është industria e mikpritjes, hospitality industry, edhe tourism industry. Do thonë përgjithsisht mikpritja. Tek ne në Kosovë kemi përkthy fjalën mikpritje, meqense mikpritjen e kemi në gjak ne, traditën tonë, gjenet tona, mikpritjen si kulturë familjare. Prandaj kemi quajtur mikpritja hoteliere. Mikpritja, meqense turizmi është në kuadër të sektorëve ku ofrohen shërbime. Ofrohen edhe produkte, mirë po kryesisht shërbimet. Do të thonë që ne i quajmë shërbimet turistike ose shërbimet e mikpritjes. Meqense është fjala për shërbime, aspekti i mirësjelljes, mirëkuptimit, mikpritjes është kryesor. Do të thonë është më i rëndësishëm se sa ndoshta edhe bukuritë. E vërtetë, është ajo diçka që turizmi është diçka luks për njerëz, për individ, për familje, për shoqëri, do të thonë është hyn në kodët të shërbimeve të luksit. Nuk është e domosdoshme. Po, është shumë me rëndësi për shëndetin e njerëzit, shëndetin mendor dhe shëndetin fizik. Mirë po thomë, hinë atë mesin e shërbimeve të luksit. Meqense shërbimi i luksit, atëherë duhet kujdes më i madh, mirësjellje, mikpritje, përkushtim, mosafir. Mosafirë mbi të gjitha. Do thonë, ne jemi për mosafirin, jo mosafir për neve. Prandaj kjo shpjegon krejt atë esencën e asaj mirësjelljes, mikpritjes edhe karakterit. Kjo është edhe të edukimi. Unë merrem edhe me edukimin, do të thojë marr shumë kohë me edukimin në turizëm edhe në mikpritjen hoteliere. Prandaj i kushtojmë rëndësi tepër të madhe kësaj komponentes të mirësjelljes, do të thonë sjelljes të kulturuar, të qytetëruar që ne e quajmë, si dhe mikpritjes, e cila i ngërthen në veti të gjitha atributet pozitive që duhet të ketë një shërbim i përshtatshëm për mosafirin, qoftë mosafir vendor, mosafir ndërkombëtar etj. Mendon që kemi në nivelin e duhur shërbimin, mikpritje në vendin tonë, si një ekspert i kësaj fushë, cili është vlerësimi juaj? Të them unë besoj me kompetencë, meqense përveç, kam qenë dikun 18 vite drejtor general në organizatat turistike dhe hoteliere, kam punu jashtë, kam qenë përfaqësues i Jugosllavisë, turizmin në Greqi, në Athinë, ne kemi edhe agjencione. Do thonë, këte kom vetvetiu, kom ra me u përballë çdo ditë me musafir. Po flas për musafirët ndërkombëtar, meqense ne merremi në agjencionin tonë merremi me ardhen e turistave nga vendet e ndryshme të botës. Dhe t'ju them sinqerisht, qëndrimi në Kosovë shumë njerëz vinë me skeps, me frigë, nuk kanë informatat mjaftueshme. Pse është kjo, zotëri Qeko, nga mungesa? Për shkak të propagandës të armiqësore që bëhen ndaj Kosovës. Në dy që është ndoshta edhe më e rëndësishme, mungesa e promovimit nga ana jonë. Mungesa promovimit pozitiv, po mendoj, nga institucionet edhe të nivelit
qeveritar, nivelit qendror, por edhe nga nivelet komunale tjetër. Prandaj, këto dy komponenta, propaganda e egër, armiqësor, e bojnë njerëz nuk janë, se kanë pa Kosovën, nuk pa ku ka me ndëgju për Kosovën, prandaj ne kemi pas një grup shumë të madh prej Athine, para një javë kemi pas 53 veta kanë qenë, prej Athine shumica, gati gjithë kurs ju kanë thonë, me ka pas nga familja që ju ka thonë, ku po shkoni atje në Kosovë? Ku di, gjënat ku kanë arë këtu, tash për mes tyne po e spektaj, beso aq bukur kanë kaluar. Edhe shumica e tyne ka thonë, jemi këndshëm do më thonë, kemi pa kritë kundër të nasoj që ne kemi mendu për Kosovë. Pra, shumë bëhet propaganda? Aq shumë bëhet propaganda. Aq shumë, po i them, 90% e mosafirëve që vinë për herë pas në Kosovë, fatkeqësisht, kanë dëgju diçka keq. Shumë ma tepër ka dëgju diçka keq për Kosovën se sa për diçka mirë. Diçka mirë. Ne du të kuptojmë edhe që jemi një shoqëri, një vend që kemi dalë para 26 vite sa u bon, që kemi dalë nga lufta. Propaganda vazhdon edhe më të tjerë, problemi pas zgjidhur, pas pranimi nga ana e shtetit, fëqi që kemi tjetër, të gjitha këto. Pastaj kemi edhe probleme me randa, sjelljet e pahishme të disa, ndoshta edhe nivel politik të në Kosovë, këto vonesa edhe me konstituimin e institucioneve tona, këto ndikojnë pak, ose shfrytëzohen, keqpërdoren edhe nga të hujt për me prezentu Kosovë që e Kosovë. Mirë po e them sinqerisht, njerëzit në për organizata, në për kompanit turistike edhe të mikpritjes hoteliere, ju mungon menaxhimi adekuat. Kanë ardhur njerëz nga rrethet të ndryshme, nga mënyrat të ndryshme, kanë ardhur te biznesi, kanë hap biznesin, kanë investuar shumë, kanë rreziku, kanë kriju hotelet mia, kanë kriju restorante fenomenale, sidomos nëpër qytetet që janë atë qytete autonome, kemi gastronomi të shkëlqyeshme kemi. Kjo është edhe vlerësimi të hujve që vinë Kosovë dhe ballafaqojnë do. Po, nuk janë të shkolluar. Nuk janë të shkolluar. Në çka në kupton me që nuk janë të shkolluar? Ju lutem. Te ne, unë jam ekspert i menaxhimit dhe leadershipit. Menaxhimi është ai menaxhimi klasik. I kemi 3 shkollë të menaxhimit. E kemi menaxhimin e bosave, të ashtu i quajtur, ku njerëz në më thonë sillen në mënyrë mjaft toksike, mos përfillse ndaj punëtorëve, ndaj stafit vetë etj, që mjaft është na i përhapur. Jo vetëm lamin tonë, po mendoj përgjithsisht aty ku ofrohen shërbimet. Problemi më i madh i bosave janë se nuk kanë sjellje të mira. Edhe e bojnë jetën e vështirë stafit. Stafi i cili nuk është i kënaqur ose është i keq trajtuar, atëherë edhe nuk do të sjellet. Domethënë mund të ketë ndonjëherë reagime asi. Mirë po, përgjithsisht, ndoshta ndikimi i trashëgimisë që ju thash në mikpritjes familjare që kemi traditën tonë, shkollimi i trive, edukimi familjar, aty ku ekziston edukimi, shumicën ekziston normalisht, ka dhe aty ku s'ka edukim ashtu si duhet, po përgjithsisht, vlerësimi të hujve është mirë është. Jo të kënaqen me shërbimin, me mënyrën se si ofrohen. Njerëzit tonë ndoshta se të shkolluar sa duhet, ndoshta nuk e kanë atë artin profesional, mirë po e kanë, thash, atë shkelqen mirësjellje, mikpritje, edhe fatbarësisht e ne shumica e trive flasin gjuhë të huaja që shumë rëndësi te komunikimi, do thonë te Afrikë. Prandaj, t'ju them sinqerisht, ndoshta në nivel të rajonit kemi kulturë, mund të themi lirisht, ndoshta jo qaq traditë gjatë në turizëm, sa kanë për shembull vendet Kroacia, ku diun Malizi e tjera, mirë po kemi atë qasje njerëzore, atë qasje në mendje hapur, mungesën, po mendoj, të na fatkeqësisht mendojnë njerëzit që hajt kamarierë, zbarë më shku kamarierë, se vjedhen kamarierë. Lutëm, s'ka maja, ka qenë ndoshta dikur në të kalumen. Sot
Ekzistojnë ato aplikacionet, ekzistojnë instrumentet, cilat e përcjellin edhe pagesën edhe gjitha ato, prandaj nuk ka më hajna ose asi kamarierë, ose njerëz që punojnë turizëm. Njerëz turizëm, po i them sinqerisht, sidomos të punësuar që janë ballafaqohen çdo ditë me musafirët, i kemi ndoshta nivel më të mirë se sa vendet në rajon. Në nivel më të mirë, por mendoni që është mjaftueshëm i motivuar stafi që punon, sepse nevojitet edhe motivimi për të bërë një punë të mirë. Në vendin tonë, roli i profesioni kamarierit edhe vazhdon edhe të paragjykohet akoma. Absolutisht. Aty ju falenderoj që na qetë normal, se motivimi është çështje kryesore se si njeriu sillet. Do thonë, të ne në këtë situatë të shtrejtimit, të çdo gjë, jetë është bërë shumë e vështirë. Shumica njerëzve ndoshta kryejnë fakultetin, kryejnë edhe magjistraturën, ku diun lami tjera, po mundohet me gjetë një punë. Situata familjare shtyn ata sa më parë, ndoshta nuk mund me vazhdu studimet, duhet me punua. Prandaj, në qoftë se nuk trajtohet si duhet, edhe këtu prapë po vite ajo të menaxhimi i bosave, aty kemi problem, nuk është trajtimi si duhet ndoshta i stafit. Edhe ku mungon trajtimi si duhet, qasja, sjellja ndaj tyne, do thonë edhe ku nuk ka motivim. Motivimi është shumë i rëndësishëm. Pos pagës që duhet jetë dinitoze, një pagë dinitoze, po thëmë në raportet me situatën, në gjendjen që e kemi në ekonominë tonë, po me gjithate, jo me hangër hakun më, po thëmë, tamam popullor se kur mos me hynë hak me punëtorin. Po thëmë, punëtorin, sepse, thashtë edhe njerë, ndaj musafirit që vjen, drejtori, bosi, shefi, kodijune, pronari, nuk ka të bëjmë me musafiri. Ato fare nuk ishe musafiri. Musafiri, takimin e parë dhe të fundit e ka me stafin. Me stafin shërbys. Qoftë në recepcion, qoftë në restoran, kodijune fjetje, në autobus turistik e tjere tjere. Prandaj stafin duhet kujdes i jashtëzakonshëm, thash, me stimulu sa ka mundësi, me usjell njërë njerëzore ndaj tij, me kuptu si ai. Po thëmë, leadershipi, dallimin mes atij menaxhimit klasik që e kemi pana, edhe leadershipi është formë e re e menaxhimit. Do të thonë lideri, qoftë ai menaxheri i restorantit, menaxheri i hotelit, menaxheri i agjencionit turistik, do të thonë, i ka disa punëtorë të cilët i përcjell, do të thonë, edhe organizon, punojnë në ekip. Leadershipi insiston në punu në mënyrë ekipore. Bosat shiqojnë nga lartë. Edhe njerëzit që i shofin poshtë, i shofin si njerëz shkallës 2-3, bosat toksik, të klasik që. Nërso lideri shkon i pari edhe punëtorët për rreth. Kemi a e dallimin mes leadershipit edhe menaxhimit klasik. Sidomos menaxhimit toksik të bosave, i cili është më i keq që mund të ekziston. Cili dominant tek ne? Tek ne ende i bosave. I bosave. Fatkeqësisht, prandaj edhe shumicë, jo vetëm bër biznes, turizmit edhe të mikpritjes hotelere. Ne kemi problemet njëjta në tregti për shemb. A krejt aty ku janë shërbimet, ku ofrohen shërbimet, se në një industri ku punojnë kryesisht makinat, nuk vrehen ato gjana. Mirë po, aty ku shërbimin pyetje, që janë marketet, të thonë, tregtia, restorantet, hotelet, që po ditë, nështë punë në për institucione tjere, ku aty ku kanë të bajnë me palet, të thonë, ku ofrohen shërbime, kemi fatkeqësisht, akoma kemi atë nivelin e bosave i cili, në thënë shumë, kemi menaxherë që janë shkollu, kanë kriju një përvojë pozitive, kemi edhe tillë, po shumë pak lider. Sa kemi, zotëri Qeku, sa kemi turist që rikthehen në Kosovë? Dhe çfarë i bën ata të rikthehen? Mund ka bë, prapë po kthehen te mysafirët grek. Tash i kemi risi mysafirë, të ardhen i mysafirëve nga Greqia, nga Saloniku vinë disa gjatë vitit të ne këtu.
Kemi mjaft turista për shkak për një agjencion i Selanikut, që të kanë ardhur për herë 2, 3, 4, do të thonë, a beson pritojnë me shku prej Mu këthy prap. Me u këthy prap. A kur ditë thash vinë me skeps, mirë po, jeta në Prishtinë, risia në çdo anë, sjellja trive, ata dalin çdo mbrëmje në për kafeteri, ku ka programe muzikore, sa të shkojnë lirisht, përpara janë friguar. Mirë po natën e parë dalin vajza, guidat që i kemi tona, mbesat e mia etj, shkojnë natën e parë me ta dalin, pastaj dalin dha vetë. Do të thonë, thjesht kemi mjaft të tillë që kthehen përsëri. Çka janë më shumë? Për shembull, ke pas grupin në Athinës, kemi pas 2 vjet që kthy përsëri kanal. Edhe me mirësi të madhe ju kanë shpjegu, ju kanë treguar aty ne. Ka thonë me Kosovën nuk ka. Prandaj ajo është, ju them, ndoshta ku di unë, diçka e fshet në shpirtin ton, në sjelljet tona, njerëzin ton, njerëzillëkun ton që e kemi, që e bën ndoshta na bën më të mirë se sa që jemi. Të dukemi më të mirë se sa që jemi. Po, çka janë të më shumë të interesuar turistët për të vizituar në vendin tonë? Përmendet pra edhe jetën e natës, po sa është interesimi edhe për të njohur ndoshta edhe kulturën tonë? Gjithsesi, ne kemi për shembull, kemi grupe turista që rrinë 8 ditë në Kosovë. Unë më marr me mend në Kosovë me 1800 kilometra katror, 8 ditë rrinë. Kemi grupe të organizuar për vitit 2010 universiteteve amerikane që vinë përmes institutit Danimarkës, Kopenhagës, vinë 4-5 vit këtu, 8 ditë qëndrojnë. E kanë ato programin e fakulteteve tyne, dikon 50 fakultetet të Amerikës vinë, edhe për shembull ata kanë takime të ndryshme me gjitha institucione ndërkombëtare, vendore, ku dihen, me njerëz nga politika, nga kultura, por i kanë edhe vizita turistike që i kanë, që quhen Prizren, shkojnë në Gjakov, në Pejë etj, krejt këtu Prishtinën, Mitrovicën, ku dihen, Prekazin, këto i vizitojnë, edhe aty ne ju intereson gjatë ditës me pas sa më shumë, kontakt me njerëz të ndryshëm, do të thonë, edhe shkojmë në treg, edhe në pazar, ku diun, në tregun e Gjelbër, për shembull, ose në shopping, për shembull, i quajmë shopping, kanë qenë me shku me pa, njerëz që ka po blezin në street e tjetër. Çdo mbrëmje, ata 7 net rrinë, jo, 8 ditë, 7 net 8 ditë, do të thonë në Kosovë krejt, besoj çdo natë dalin në për lokale. Çdo natë, edhe kanë do për shkak të rrit flasin lirisht me ta. Po thotë kur s'kemi pa diçka të tillë. Mu afru njerëzit me qenë kaq dashamirës. Do thotë dashamirësia është ajo e cilën ne kemi në gjenet tona, prandaj edhe punëtorët tonë në industrinë e turizmit dhe të mikpritjes hoteliere. Që ju intereson edhe turizmi kulturor, vizitat në për qytetet, do më thonë trashëgimin kulturor që kemi, trashëgimin natyror, bukurit natyror, që edhe në Gryk Rrugovës, ku diune, edhe në Bjeshtë Brezovic, gjithandej, do më thonë Kosovës, xhamit, kishat, teqet, qendrat shkollore, monumentet kulturore dhe historike që i kemi edhe nga lufta e fundit të Kosovës, të gjitha për ta janë interesante. Edhe i përjetojmë në mënyrë jashtëzakonisht pozitive. Dhe në fund, aja që ka është kulminacioni, kthehen me përshtypje jashtëzakonisht pozitive. Kjo është ka e rëndësi, sepse kjo i bën të kthehen prapë. Sinqerisht, me përshtypje jashtëzakonisht pozitive. Krejt kontra asoj, për shkak që kanë ardhur parë, asi që i kanë ardhur për herë parë. Cilët janë turistët më të largët që kanë ardhur? Ne japonezët i kemi, ne kemi grupet japoneze për 2010-2011, vetëm një vit gjatë pandemisë nuk kanë ardhur. I kemi grupet japoneze, i kemi të pranverës, grupet vjeshtës edhe vinë edhe në fund ndihmën për vitri. Ata janë turistët më të lartë që i kemi. Nga Japonia në Kosovë? Nga Japonia në Kosovë, prej vitit 2011. Vetëm një vjet na kanë mungu 2020 në kanal, kur ke ajo pandemia, COVID-19, po. Covid-i, kur ke, por ndryshe vinë dhe
Japonezët janë shumë interesant, janë popull më të kulturuar, ka një kulturë veçantë, një traditë veçantë, ata i vlerësojnë, ata dinë me kuptu traditën tonë, ma mirë se të gjithë evropianët që vinë këto. Se ata i dini, Japonezët nuk ka popull më të kulturuar, më të mirësjellshëm, se so ata që janë. Prandaj po them, ata që tjerët nuk e kuptojnë, ata më njëherë të na e zuna, e kapin atë aurën pozitive që është të njerëz tonë, qoftë në lokal, qoftë në rrugë, qoftë ku në Japonezë. Çka ju ka bu më shumë përshtypje në Kosovë? Keni arritur ta identifikoni? Po, sepse të imagjinosh të vish nga Japonia, një vend me një kulturë kaq të madhe, një ndryshim të kaq të madh kulturor. Programet i bëjë unë kam një përvojazh zakonisht gjatë këtë aspekt, domethënë i përcjelli edhe tregun ndërkombëtar botërore përcjelli, gjithsesi edhe tregun ton, punojnë këtë punë që nga studimet, ndrjek kom studiu turizmin, domethënë që nga studimet kam punuar vazhdimisht, edhe kam një përvojë gjatë në këtë, shfrytëzoj literaturën, programet ndërkombëtare, domethënë i njoh 5 gjuhë, prandaj kam mundësi me komunikun, si? Edhe përcjellë risit. Unë jam mjaft i vjetër, i moshuar, po i përcjellë çdo risi. Por ec me kohën. Lamite. Edhe unë jam përqendruar lamin time me politikë që marr kur, prandaj jam thellësisht i përcjelli asi ju pëlqen kultura, trashëgimia kulturore, diversitetin në trashëgimisë kulturore, ju pëlqejnë shumë bukuritë natyrore. Ata fotograforë, ne qojmë edhe në Bajramçor edhe luginën e Valbonës, në ditë me 2 net fjetje në Gjakovi kanë, do thonë, pa tjetër, ato, Grykët në Rogovës, në për Brezovic, krejt ato, do thonë, natyrore, pjesa natyrore, fotografojnë shumë, japonezë kanë merak me fotografu. Problemi kryesor kem të ta, e kem pas me ushqimin. Japonezët në kulturën e tyre është nuk hanë shumë. Edhe kanë merak me uqit aq sa hanë. Te ta nuk ka me uhull, bile para 2 ditëve kam postu një postim. Sa interesant kjo. Po të na gjuhet ushqimi sa kënd botë nuk gjuhet sa të na shqiptarët. Edhe këtu, edhe në Maqedonia dhe në Shqipëri. Fatkesisht. Një sjellje jashtëzakonisht e keqe. Ndërsa japonezët kemi pas në fillim se tek ne në hotelin e restorane servojnë pjatën për plat. Ata të lashë, mundëshin me hongre, se i mësunë kulturën e tyre asë një thermis e lonë. Se që ashtu e të edukumi japonezë. Nuk duhet të hidhet ushqimi. Prandaj kemi gjithë mundësin, 3-4 pjata, 4-5 varet, saja. Edhe ata shërbihen. Edhe ata majnë aqë. T'ju them sinqerisht pjata e tyne kur një trohë nuk është nuk mbetet. Se majnë aqë sa mundet me hongre, nuk merë ma shumë. Se është në traditën e tyne, në kulturën e tyne është Nërso të në fatkesisht është krejt e kundërta. Krejt e kundërta, në fakt, neve edhe vazhdimisht na shtën haje edhe këtë, do me thënë, jemi mësuar, nështë ta qysh nga femiria që të ha më shumë se sa krye pjatën, gjithë qysh. Edhe jemi mësu pas taj që të ushqemi. Nështë ta generatet e reja, për ndrysh që unë jam rritë në familjet mëdha, edhe të baba dhe të dajallarët, familje fisnike shumë pasur, shumë... Një po, kur një trosh s'kem guxu me elon pjatë. Edhe na, baja kinë gjashën në atë kulturën, japën, ta është rritë, përshët du të me lutë, për me hongë, atër ne kemi hongë një sofër të madhe, e mi ullë rësoj, edhe do është me ngutë se kemi jetë pa hongër. Ta është kjo që thuni, jo fatë. Realisht kjo është edhe, jo vetëm në Kosovë, po edhe në vendet e rajonit, kjo kultura japoneze është një shembull që patjetër duhet mirët. Absolutisht. Sepse duhet të marrësh aq sa ke nevojë dhe jo ta lësh pastaj që të hedhë. Këna e keqe se hudhet në plehra, domethënë ushqimi që me shumë mund të madh prodhohet, përgatitet, domethënë blehet e tjera, në fund e hudhin në pleh 40% të ushqime në përdarsma, në përdarka, ku diun e tjera, të organizuar hudhet në pleh. Fatkesisht. Zotri Sheko, faleminderit edhe një herë shumë që ishit pjesë e emisionit të Rreth e Rrotull, ishte shumë kënaqësi ju pas në studio dhe faleminderit për gjitha këto informacione që faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi edhe për mua. Të nderuar shikues, mbretëm në